Për menun tuaj të ditës ju propozojmë që për pjatë të dytë të përgatisni kotoleta qengji në sos me verë të kuqe. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona, ju nevojiten këto prodhime: 4 kotoleta qengji, 400 gram lakra të vogla, 2 qep, 3 thelpinj hudhër, 1 seshte, piper jeshil, 2 decilitra vere kuqe, vaj ulliri, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e këtij specialiteti është 40 minuta. Në zjarr vëmë tenxhere me ujë dhe në të hedhim krip. Ndërkohë, në drasën për prerje lakrave të vogla, u alargojmë bishtat. Lakrat e vogla i vëmë në një tavë qeramike. Pastaj në tavë hedhim ujë. Pasi i lajmë mirë, derdhim ujin. Pastaj, lakrat e vogla i vëmë në tenxherën me ujë në zjarr për zjerje. Grim qepën. Qepën e grirë e mbledhim në një enë. Edhe hudhrën e grim dhe e mbledhim në një enë. Kotoletat e qengjit i rrahim me çekiç druri në drasën për prerje. Mbi kotoletat hedhim krip dhe piper të zi. Kotoletat i vëmë në një pjatë anash. Tenxherën me lakrat e vogla të zjera e heqim anash. Në zjarr vëmë një tigan dhe në të hedhim vaj ulliri. Lakrat e zjera i kullojmë me kullojs. Në vajin e nxehtë i vëmë kotoletat e qengjit për skuqje. Gjatë skuqjes, kotoletat i kthejmë nga ana tjetër, që të skuqen mirë nga të gjitha anët. Kotoletat e skuqura i heqim nga tigani dhe i vëmë në pjatë. Në tiganin në të cilin skuqeshin kotoletat, hedhim qepën dhe hudhrat e grira. Pastaj në tigan hedhim kokra piperi jeshil. Përziejmë dhe i lëmë të skuqen. Hedhim krip dhe në tigan shtojmë verën e kuqe. Përziejmë. Shtojmë edhe një lugë 1 seshte dhe përsëri përziejmë. Pastaj, në tigan i kthejmë kotoletat e qengjit. Tiganin e mbulojmë me kapak dhe përmbajtjen e lëmë të kaurtiset. Tiganin e largojmë nga zjarri dhe e vëmë në tavolinën e punës. Në pjatën për servirje, vëmë lakrat e vogla. Në mes të pjatës rendisim kotoletat e qengjit. Me garushte mbi kotoletat dhe mbi lakrat e vogla hedhim nga sosi në të cilin përgatitej. Zbukuroj me një lule nga lëkura e domates në mes të pjatës dhe me fletë selinoje. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e kuqe cilësore merlot me ngjyrë rubinit kuq
dhe me aromë të rushit të tejpjekur mjaltit dhe të një përbërje të frutave të malit të karamelizuara. Serviret në temperaturë prej 16 deri në 18 gradë. Ju bëftë mirë!